na nuk e ndryshojmë qëndrimin. Unë kam dëgju një debat dje me zotri Arber Regjaj, edhe po vjen shumë keq sepse Arberi është prej Prizrenit, edhe na bashkë në fakt jemi një qytetar, edhe ka pas një pikë pyetje, do me thënë shkallën të ndull, me deputet cili kam pas 300 vota, veç unë e po du tash edhe me pyet unë Arberin, do me thënë, kur kemi votu për vetë vendosin në niveli lokal, me përkrahje full, kur kam votu 4 vite për qeveria Kurti 2 krejt, ku ka qenë Arberi me thonë një faleminderit, ose me thonë, hajde, shka ki ti, qfar problem ki ti me Boshnak, me gjithje bashkë. Do me thonë, asë një dita për Arberit, edhe une vërtet polus, Jo, une njëherë kam thonë, edhe na e me mrapa qëndrim. Nuk e di çfarë ministria, këto ka qenë veç propozim, masa ne nuk kemi pas as një takim, as një thirrje për anën e kryeministrit. Cila është arsyeja që nuk e mbështetni kandidatën e Lëvizjes së Vendosur? A keni problemin me Albulin Axhiun, siç po deklarojnë partitë tjera, apo është problemi që nuk e keni punën e qeverisë? Jo, une veç kam problem në mënyra e trajtimit, do më thonë një deputet e Boshnjakëve në koha cili ka qenë edhe në qeveria Kurti 1, edhe 2, edhe në koha e kampanjas, edhe tash në koha pas kampanjas.